Një ditë më parë, disa banorë të fshatit Qafshkallë që i përket Bashkisë Belsh protestuan përpara institucionit të bashkisë lidhur me një sipërfaqe të konsiderueshme toke e mbjellë me ullinj dhjetëravjeçar që sipas tyre u është marrë padrejtësisht. Sipas banorëve, kjo tokë është dhënë për kompensim fizik të një ish-pronari nga Tirana, duke cënuar të drejtën e pronës së trashëguar dhe të punuar prej dekadash nga vetë banorët e fshatit. Ata shprehen se kjo pronë është dhënë një qytetari nga kryeqyteti në vitin 2018 dhe se vendimi është i papranueshëm për ta. Ne nuk do ta lëshojmë tokën, është prona jonë dhe është marrë pa të drejtë, u shprehën disa protestues, duke theksuar se ndihen të injoruar dhe të zhgënjur nga institucionet. Kamera e televizionit Apollon ishte e pranishme pranë Bashkisë Belsh dhe u drejtua në zyrat përkatëse për të marrë një qëndrim mbi protestën, edhe pse nuk pati një deklaratë zyrtare përpara kamerave. Përfaqësues jashtë kamerës u sqaruan se bashkia nuk ka asnjë rol vendimarrës në këtë çështje dhe nuk ka kryer asnjë veprim administrativ që të cënojë pronësinë e banorëve. Për më tepër u vënë në dispozicion disa fotokopje dokumentesh, të cilat sipas tyre vërtetojnë se procedura është ndjekur nga një institucion qendror. Ndërkohë, banorët e Qafshkallës vijojnë të kontestojnë të ashtu quajturin pronar ligjor, duke e konsideruar procesin të padrejtë dhe në shkelje të hapur të drejtave të tyre të pronësisë. Ata kanë paralajmëruar se nuk do të tërhiqen dhe do të vijojnë betejën për tokën që sipas tyre është pjesë e jetës dhe historisë së komunitetit të tyre.